Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar arritjen e një marrëveshje kornizmi me Iranin, e cila synon të jap fund përshkallëzimit të tensioneve në lindjen e mesme dhe të krijojë bazat për një marrëveshje më të gjerë paqe mes dy vendeve. Përmes një postimi në platformën e tij Truth Social, Trump deklaroi se marrëveshja me Republikën Islamike të Iranit është përfunduar dhe se ajo hap rrugën për një periudhë 6 ditore negociatash për hartimin e një dokumenti më të detajuar. Sipas presidentit amerikan, marrëveshja parashikon rihapjen e ngushtilës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane, masa që pritet të ndikojnë drejt për drejt në tregtin globale të energjisë dhe transportin detar. Konfirmimi për arritjen e marrëveshjes ka ardhur edhe nga kryeministri i Pakistanit, Shahbaz Sharif, vendi i cili ka luajtur rolin e ndërmjetësit mes Washingtonit dhe Teheranit. Sipas tij, ceremonia e nënshkrimit është planifikuar të mbahet më 19 qershor në Zvicër. Nga ana e Teheranit, zëvendës presidenti i jashtëm deklaroi se është shpallur përfundimi i menjëhershëm dhe i përhershëm i luftimeve në të gjitha frontet, përfshirë edhe konfliktin në Liban. Ai shtoi se ngushtica e Hormuzit pritet të rihapet pas nënshkrimit zyrtar të marrëveshjes, duke i hapur rrugë të rikthimit të lëvizjes së lirë detare në një nga korridoret më strategjike të energjisë në botë. Sipas raportimeve të mediave iraniane, memorandumi i mirëkuptimit përmban 14 pika dhe përfshin çështje që lidhen me programin bërthamor iranian, si dhe heqjen graduale ose të plotë të sanksioneve ndaj Teheranit. Trump ka theksuar se elementi qendror i marrëveshjes mbetet garancia se Irani nuk do të zhvillojë armë bërthamore, ndërsa SBA-ja këmbgul që ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur për qarkullimin e lirë të anijeve tregtare. Nëse marrëveshja finalizohet dhe zbatohet me sukses, ajo mund të shënojë një kthes të rëndësishme në marrëdhëniet mes SBA-s dhe Iranit, si dhe të ndikojë në stabilitetin politik dhe ekonomik të gjithë rajonit të lindjes së mesme.